Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët të studion e emisionit Pa i Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth 1 orë në transmetim. Redaksia e emisionit Pa i Gjurmë ka vendosur që ditën e sotme të sjellë një histori të një familje nga Laçi, të familjes Çela. Dhe pas pak me mua në studio do të jetë një 68 vjeçar i kësaj familje, Tafil Çela, që do rrëfej historinë e familjes së tij. Në fakt, ai sot është në kërkim të 3 xhaxhallarëve, të cilët u larguan nga Shqipëria drejt Turqisë, mbajtë kontakte për disa vite dhe i shkëputën pikërisht në vitin e largët 1978, kanë 48 vite që kanë humbur çdo lloj kontakti. Për shkak të kohës kuptohet që xhallarët kanë ndruar jetë, por Tafili është në kërkim të kushërinjve të tij që nuk i ka njohur kurrë. Kështu që dua ta përshëndes menjëherë Tafil Çelën, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta. Të urojmë shëndet dhe respekte dhe faleminderit për stafin drejtues edhe për këtë ndihmë që ma jepni, ja u bekov zoti. Të falenderoj, sinqerisht falenderoj, dhe sot do jemi bashkë në studio për ta dëgjuar historinë e familjes tuaj dhe dua ta them që në fillim je në kërkim të 3 xhaxhallarëve. 3 xhaxhallarëve logjikisht kanë vdekur. Kanë vdekur të 3, 2 xhaxhallarë kanë pasur fëmijë, njëri nuk ka pasur. Atëherë më lejo t'i jap emrat: Mehmet Turak, Mehmet Turan, Ali Turan dhe Xhemal Turan janë 3 xhaxhallarët. 3 xhaxhallarë që u larguan nga Shqipëria në vitin 1910. 1910. Dhe në ato vite, mos gaboj, shumë shqiptarë janë larguar në Turqi, se shumë historira di dhe njoh të atyre viteve që janë larguar në Turqi. Shumë shqiptarë. Por ju keni marrë informacione pa dyshim dhe gjithnjë keni qenë në kërkim të gjakut tuaj në Turqi, kur e keni mësuar këtë histori nga babai juaj i ndjer, Islami. Edhe babai im erdhi ky xhaxhai i tretë, Mehmeti, që ka qenë ish ministër i arsimit Turqisë. Oh, ish ministër? Ish ministër, ka qenë nga viti... Ka qenë ministër, le të themi. Ka qenë 30 zënës ministër i arsimit Turqisë, nga viti 1973, dhe në viti 1978 ka vdekur si ministër i arsimit Turqisë. Mehmet Akif Jani Turan. Pra është një emër i njohur, le të themi, në Turqi, dhe në çfarë vendi të Turqisë u vendos? Në Ankara. Në Ankara. Por përpara se të ma tregosh të histori, dua të prezantoj dhe një foto të vetme që ti na ke dërguar. Po. Regjia të na ndihmoj me ato foto për të na treguar se kush është këtu në foto. Tu është xhaxhai ish ministri i arsimit Turqisë. Ky është Mehmet Turan. Mehmet Turan me bashorten e tij, e cila është shqiptare apo turke? Është gjysë shqiptare, gjysë turke. Gjysë shqiptare, gjysë turke, dhe kjo është e vetmja foto që ju ruani dhe aty ka qenë i ri, besoj. Më vitet 70, kur ka qenë edhe ministër. Po, tu ka qenë moshën që ka qenë dhe ministër. Por çfarë moshe ka ndruar jetë? Ai ka ndruar llogaritë në vitin 1978. Ka qenë në moshë, atëherë kjo është foto kur është martuar. Kur është martuar. Më shkruan gazetaria ime Klaudio që është foto kur është martuar, se është nuse bashortja e tij dhe duket që është i ri, se në momentin që ndroi jetë ka qenë një moshë madhore. Po, moshë madhore. Ministër i arsimit në shtetin turk. Në shtetin turk. Do e prezantojmë këtë histori me shpresën që shqiptarët që jetojnë në Turqi do na ndihmojnë ditën e sotme, do dëgjojnë rrëfimin e Tafil Çelës, por fillimisht i dashur Tafil do të kërkoj leje për të kaluar në një lidhje direkte me qytetin e Korçës për një vajzë që është zhdukur shtatorin e vitit 2025 dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj, dhe bëhet fjalë për Marieta Dautin. Regjia më ndihmoi me foton e Marieta Dautit, një 27 vjeçare nga Korça, e cila është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 15 shtator të vitit të kaluar nga Janina, dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Nëna Alketa Dauti ka bërë denoncimin në studion e emisionit Pa i Gjurmë dhe kërkon ndihmën e gjithë shqiptarëve që mund ta njohin vajzën e saj, e cila prej shtatorit nuk ka asnjë kontakt, ka fikur telefonin e saj, ka mbyllur të gjitha rrjetet sociale dhe nuk dihet realisht se çfarë rrugë mund ketë marrë Marieta Dauti. Nëna e saj është duke na pritur, do ta kem sot në një lidhje telefonike zonjën Alketa Dauti, por fillimisht dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur për humbjen dhe zhdukjen e 27 vjeçares korçare dhe rikthehemi në studio.
Prej 15 shtatorit të vitit të kaluar, jeta Alketa Dautit nga Korça është ndalur në pritje të një lajmi për vajzën e saj Marieta Dautit, 27 vjeçarja, humbi gjurmën në Janin të Greqisë dhe që prej asaj dite, fati i saj mbetet i panjohur. Nëna e Bi kishte shkuar në Janin për të kërkuar punë, sipas familjarëve ato ndodheshin pranë zyrave të punës, ku në rrethana ende të paqarta, Marieta u largua dhe që nga ai moment nuk është parë më, që prej asaj dite, çdo përpjekje për ta gjetur ka rezultuar e pasuksesshme. 27 vjeçari jetonte së bashku me prindrit dhe ajo kishte kaluar një periudhë të vështirë në jetë. Sipas familjarëve, publikimi i disa fotove intime kishte ndikuar rënd në gjendjen e saj psikologjike, duke e çuar në depresion. Për shkak të kësaj gjendje të brisht, nëna e saj Alketa nuk e linde pothuajse asnjëherë vetëm. Marrëdhëniet e të rresë me motra dhe vëllezërit nuk ishin të mira. Ajo komunikonte kryesisht vetëm me nënën, e cila ishte mbështetja e saj e vetme emocionale. Me njëherë pas zhdukjes, Alketa Dauti ka bërë denuncim në polici, po pavarësisht kërkimeve, deri më tani nuk ka asnjë të dhënë zyrtare. Ndërsa muajt kalojnë, familja jeton me shpresën që kjo histori të mos harrohet dhe që autoritetet të intensifikojnë kërkimet për të zbuluar se çfarë ka ndodhur me Marieta Dautin. Kjo është historia e 27 vjeçares e kësaj vajze të re nga Korça me emrin Marieta Dauti, që fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj apo arsyet pse ajo mbylli telefonin nënës së saj Alketa Dauti. E kam Alketën në një lidhje telefonike dhe menjëherë dua ta përshëndes. Alketa, përshëndetje. Do bëhet gati kjo lidhje telefonike për të patur nënën e Marietës, Alketa Dauti, e cila kërkon ndihmë nga... Përshëndetje. Alketa, Përshëndetje. më dëgjon Alketa. Përshëndetje. Jemi të dyja në këtë transmetim në kërkim të vajzës tuaj që fatkeqësisht kanë kaluar disa muaj nga shtatori i vitit kaluar dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Unë dua të pyes, le të themi këto kohët e fundit, a ka mbritur ndonjë informacion në familjen tuaj? Asnjë informacion. Asnjë informacion. Po, vetëm një numër kontakti që ka dhashtë. E qartë, ju më keni dërguar për qenë transparente edhe me publikun një numër kontakti që është me prefiks greqie, një numër grek. Celulari. Po. Si arritët ta zbulonit këtë numër? Do më si u erdhi, se informacion është dhe ky, ta arrish të zbulosh një numër të vajzës? Në zyre punës, kur vajta unë dhe pyeta atë. Pra Edhe ma dha numrin. Je interesuar të zyre punës në Janin? Po. Po? Edhe ai ti ku ishte punësuar, i kishte bler një numër kontakti vajzën. Vajza juaj kishte lënë një numër kontakti? Kishte bler ai zoti i shtëpisë një numër kontakti. Kishte bler një numër të ri celular, po? Po. Dhe mua ma dha pasaj, ky e mori atë pronarin, ma dha mua numrin. Por ky numër celular çfarë kohë ishte bler? Do më thënë në shtator, ka fundi shtatorit. Pra, një numër që... Nga tha 17, nga tha 17. Pra, i bie 2 ditë fill pas humbjes. Po. Që në datën 15 shtator, vajza juaj u largua dhe mbylli celularin dhe logjikisht ajo ka bler një tjetër numër celular, e ka vendosur dhe ti e ke mësuar këtë lajm, le të themi vetëm përpara pak ditëve nga zyra e punës të Janin. 10 ditë përpara e mora vesh. E dashur Alketa, por pronari që kishte këtë numër të vajzës tuaj, pra ky pronar, le të themi, vajzën tuaj e kishte punësuar? Ishte në shpinë atje, që mbante një plakë. Por sa kishte qëndruar vajza juaj? Se ju pas keni gjithë informacione, ti më thuaj s'kam asnjë informacion. Ky që nga shumë i rëndësishëm. Pra ti ke zbuluar, e dashur Alketa, që vajza juaj ka punuar te një shtetas grek dhe ka mbajtur një të moshuar. Po. Për sa kohë? Nuk e pyeta për sa kohë ati, po ishte larguar ajo. Kur ishte larguar? Se i një. Në atë kohë kishte humbur kontaktet pare. Kur ishte larguar nga, le të themi, nga puna e fundit? Nuk e di kohë, nuk ma dha saktësisht datën kur është larguar. Por ajo ka punuar te ky shtetas grek
Pasi ti kishe humbur kontaktet me vajzën, pas datës 15 shtator. Ishte filluar punën më përpara se të humbja kontaktet tu. Ishte filluar punën. Po numri nuk ma kishin dhenë. E qartë, dhe ti arrite të zbuloj këtë numër, i e munduar ti biesh ati numri? I ka munduar, kërë disa erë me këtë zojnë që jam në punë, deli pikur numri. Po. Në WhatsApp prapë i deli pikur. Del një figurë vetëm ati, Maria lexon. Po, edhe unë e kam regjistruar numrin e telefonit që sapo masolle në telefon e dashur Alketa, edhe ne kemi tentuar jo një herë, por shumë herë, për t'i rënë numrit, është i fikur si numër, edhe në WhatsApp, le të themi, ajo nuk është online, ka një foto, por që është një foto që nuk është e saja, nuk është foto e Marieta Dautit, por ju e një sigur që ky numër është blerë në emrin e saj. Në emrin e saj. Çfarë dyshoni? Pse ajo nuk do të kontaktoj dhe fshihet në këtë lloj forme? I zyrës së punës më sa ishte shumë e friksuar, sa. Ka se ishte friksuar nuk e ditash, ndoshta frikë ka që të kthehet në shtëpi, unë them, nga anë atyre fotove. E ke fjalën për disa foto që dolën në rrjetet sociale dhe le të themi e dëmtuan imazhin e vajzës tuaj, njerëz të papërgjeshëm që shfrytzuan një moment të dobët të vajzës tuaj dhe i shpërndanë në rrjetet sociale dhe ju mendoni se ky mund të jetë një shkak kryesor që ajo është larguar dhe nuk do të kthehet. Nga turpi. Ajo nga turpi. Ajo s'ka bërë turp, më kupto. E qartë. Turp kanë bërë ata që i kanë shpërndarë, është e kuptueshme, e dashur Alketa. Por nëse vajza juaj do të dëgjonte, do dohet ditën e sotme ti përçoje një mesazh si një nën? Unë ka që të isha vetëm një telefonat në asaj, asë një gjithë tjetër nuk ja prish qetësinë vajzës. Vetëm ta dish nëse është mirë apo jo. Kush e ka parë të pas një telefonat anonim le tjetër. Ka dëgjoj zërin, ka që tu asgjë më shumë. Edhe unë u bëj thirrje gjithë shqiptarëve që jetojnë në janinë të Greqisë që mund ta njohin Marieta Dautin, mund të lidhen me redaksinë e emisionit pa gjurmë, unë vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që dohet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, po ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Marieta, uroj dhe shpresoj që të vinë lajme dhe informacione për vajzën tuaj, ne do mbetemi në kontakt dhe uroj që ajo të jetë mirë. Falenderoj. Falenderoj dashur Alketa, mirë me historinë e Marieta Dautit, se vajzë të re që ka humbur janin dhe lutemi që të jetë mirë dhe të kemi informacione, unë dua të kaloj tek një shkëputje, në fakt dua të prezantoj një këshill mjekësore, por i dashur Tafil, teksa po flisim të dy, po thosha një fytyrë shumë e njohur për mua, ku të kam parë, ku të kam parë? Ku të kam parë unë ty? Unë kam dhënë reklamën e Obenit 2 vjet rresht. Ti ke qenë pjesë e reklamës së Obenit, reklamës që unë prezantoj çdo ditë. Dhe mu më ka bërë shumë mirë. Mu më ka bërë shumë mirë. E ke pirë Obenin? E kam pirë Obenin dhe më ka bërë shumë mirë. Po sot nuk do ta prezantoj unë Obenin, kështu që kamerën e ke përballë, prezantoje ti Obenin. Oben, është ilaç shumë i mirë, ju them me zemër që ta merrni se është tepër i efektshëm. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq për të vazhduar në këtë momente me historinë e familjes Çela, Tafil Çela, një 68 vjeçar nga Laçi, i cili ka vendosur të vijë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë për të rrëfyer historinë e familjes së tij në kërkim të kushurinëve, të cilët u lindën dhe u rritën në Turqi. I dashur Tafil, përpara se të ma tregosh këtë histori, më lejo të prezantoj një kronikë që gazetarja ime Klaudia ka përgatitur enkas për familjen tuaj, e ndjekim dhe rikthehemi. Tafik Çela, 68 vjeç, nga qyteti i Laçit, mban gjallë një histori familjare që shtrihet përmes kufijve dhe dekadave. Prej shumë vitesh, ai është në kërkim të 3 xhaxhallarëve të tij dhe 7 kushurinëve, me të cilët familja ka humbur çdo kontakt që nga largimi i tyre nga Shqipëria në vitin 1920. Sipas Tafilit, 3 vëllezrit, Mehmet Akif Turak, Aliu dhe Xhemali, u shpërngulën drejt Turqisë në fillim të shekullit të kaluar
duke ndërtuar jetën e tyre në qytete të ndryshme. Mehmeti u vendos në Ankara, Aliu në Stamboll, ndërsa Xhemali në Izmir. Mehmeti ishte djali i vogël, ai ka mbajtur postin e ministrit të arsimit të Turqi, jetonte në Ankara dhe nuk pati fëmijë. Kontaktet e fundit me të datojnë në vitin 1978, vit kur ai ndërroi jetë. Komunikimi mes familjeve bëj përmes letrave, që për kohën ishin ura e vetme lidhse për komunikim. Ndryshe nga Mehmeti, me dy xhaxhallarët e tjerë Aliun dhe Xhemalin, familja në Shqipëri nuk arriti të mbajë komunikim. Ata jetuan për vite me radhë në Turqi, së bashku me 7 fëmijët e tyre, por rrugët e jetës dhe rrethanat historike i ndan përfundimisht nga të afërmit në atë dhe. Në vitin 1994, një mësues i 68 vjeçarit u emërua ambasador në Turqi, përmes një njoftimi në gazet, a informoi Tafilin dhe pjesën tjetër të familjes se Mehmet Akif Turak ishte ndërruar jetë vite më parë. Sot, Tafil Çela kërkon gjurmët e gjithë familjes së humbur prej më shumë se 1 shekulli. Ai shpreson të gjejë kushurinë të tij për të rikthyer lidhjen e ndërprerë prej më shumë se 1 shekulli. I dashur Tafil, dua ta dëgjoj historinë e familjes tuaj. 3 xhaxhallar që u nisën. 3 xhaxhallarët u nisën për në Turqi. Po. Mbasi u stabilizuan me punë me gjitha. Mas 4-5 vjetësh, xhaxhai i tretë, Mehmeti, ish ministri i arsimit të Turqisë. Po. Kthehet në Shqipëri edhe merr baban tim, se vetëm baba im kishte ngelur dhe motra e vogël Gjeke. Ishin 4 vëllezër dhe 1 motër. Ishin 4 vëllezër dhe 1 motër. Po. Dhe kthehet e merr baban tim. Baba juaj ishte martuar në atë kohë? Jo, ishte i vogël. Ishte i vogël. Po. Baba im në atë kohë ishte 16 vjeç, 17. Po. Erdhi Mehmeti nga Turqia, e mori edhe baban tim, edhe u bashkon të 4 vëllezër në Turqi. Në çfarë vendi kanë jetuar? Babai ka jetuar në Ankara me Mehmetin, Po. Aliu në Stamboll, Xhemali në Izmir. Aliu ishte general i ushtrisë, u bë general, mbaroi shkollën e ushtrisë. Në Turqi dhe u bë general. Arriti në gradën general në Turqi. General. Po. Kurse Xhemali mbaroi shkollën dhe u bë inxhinier rrugësh. Pra, të 3 u shkolluan dhe le të themi kishin detyra të rëndësishme. Detyra të rëndësishme. Edhe baban tim e futën në shkollë, njëkohësisht baba im bante edhe shkollë edhe punë. Po. U futë në një klub si banakier, edhe punonte edhe një punë tjetër si furtar. Por pse baba juaj u kthye në Shqipëri pas 7 viteve? Baba im u kthye në Shqipëri, e kapi sedra për motrën, që e lam një motër vetëm neve, edhe e donte shumë atë motër. Dhe u kthye. Edhe u kthye. Por s'mundi do të ikte ma. Nuk iku do të ma. Aliu dhe Xhemali u zëmruan shumë me baban tim, që mos ik, ku do shkosh në atë Shqipëri, ku do shkosh në atë Shqipëri. Si ishte Shqipëria në atë kohë. Ai u kthye dhe jetoi në Shqipëri, u martua me nënën tuaj, krijoi familje. Pra, i ndjeri Ismaili dhe halla juaj, e ndjera Gjeke më the, ishin të dy që qëndruan në Shqipëri, ndërsa 3 vëllezër të tjerë më të mëdhenj në moshë, ata qëndruan në Turqi. Ata qëndruan në Turqi. Por si i mbajtët kontaktet me ta deri në 1978-ën? Në 78-ën... Ka qenë periudhë e vështirë, le të themi. Në mbajtjen e marrëdhënieve me letra, me korrespondencë. Me letra, xhaxhai i tretë, Mehmeti, që ishte ministri i arsimit, gjithmonë me atë mbajtëm kontakte. Ai dërgonte letra, dërgonte pako, dërgonte lek, baba im pakot ja kthente dhe lekët ja kthente, vetëm bante korrespondencë me letra nga Afrika e kohës e Enverit. Të komunizmit. Komunizmit. Nuk i mbante lekët babaj? Nuk i mbante vllajt vet lekët, ja kthente mrapsh. Vetëm korrespondencën me letra. Vetëm letra? Vetëm letra. Baba im kishte 2 vëllezër më të mëdhenj, ishin komunista, dhe kishte frikën e fëmijëve se mos u futu shperë në kam nga ai sistem. Prandaj të pyeta, ka qenë kohë të vështira, le të themi,
në ato vite kur është mbajtur kjo korrespondencë me letra dhe baba juaj nuk ka refuzuar të marri pako, dhurata, para nga 3 vëllezërit e tij, të cilët në atë kohë kishin një gjendje më të mirë ekonomike se sa ju në Shqipëri me një varfëri ekstreme. Por ishte, le të themi, vetë Mehmeti ai që jepte informacione që jam martuar, jam bërë ministër, tregonte për vëllezërit e tjerë. Komplet informacionin Mehmeti jepte gjithmonë. Ai që shkruante letra. Që shkruante letra. Por 2 xhallarët e tjerë, Aliu në Stamboll dhe Xhemali në Izmir. Nuk kemi korrespondu asnjëherë. Baba juaj asnjëherë nuk. Asnjëherë. Por pse? Atë sikur patë një hatërmbetje që erdhi në Shqipëri. Që pse baba juaj erdhi në Shqipëri? Erdhi. Dhe nuk i shkruan asnjë letër. Edhe nuk patëm korrespondencë me letra. Por e pyeste babai, besoj Mehmetin, vllajin, që si janë vëllezërit. E pyeste edhe përfundimisht, pastaj edhe ata kërkoi edhe Xhemali, i tha Mehmetit, t'i bëjmë një vizë. Që të vinë në Turqi. Që të vi për babai i Islamit, vinë në Turqi, që të shmallemi në Turqi. Edhe në atë kohë që po përgatitesh për udhëtim për vizë, vdes Xhaxhai në Turqi. Edhe ju anullu ikja babait tim. Sa ai ishte komplet që do t'ja bënte të gjitha. Të mundur udhëtimin në 1978. Pastaj nusja e Xhaxhait. Nusja e Mehmetit. Nusja e Mehmetit. Na çon letrën dhe gazetën turke që foli për Xhaxhain tim, për detyrat e rëndësishme që kishte bërë në shtetin turk. Pra, duke i dhënë kretë meritat e Xhaxhait dhe në atë kohë çoi dhe fotografitë origjinale, nusja e Xhaxhait, dhe ne i rujtëm si kujtim ato, kur erdhi viti 1991 që u ndryshu sistemi, në 94-ën një shoku im profesor që sot është në Amerikë, ju uroj shëndet e lumturi, Ilir Tufa, shkon ambasador në Turqi. Edhe unë i lutem, se babaj ma kishte lënë amanet. Që ti gjeje rënjët e tua biologjike në Turqi. Do vi një ditë që do hapen kufit. Po të lë amanet një tuf lullet kjo që është të 3 vëllezër. Çfarë viti ka ndruar jetë babaj juaj? Babaj im ka ndruar në vitin 1985. Në 85-ën. Dhe le themi në atë vit erdhi ajo era e ndryshimit që shqiptarët për kuptonin që shumë shpejt kufin do të hapeshin. 5 vite më pas ndodhi ajo. Edhe babaj im gjithmonë ishte me shpresë edhe optimist që do hapen, më thosh mua. Një ditë kufin. Po atë ditë që të hapen, mundohu me çdo kusht që t'i gjesh xhaxhallarët e tu dhe fëmijët e Xhaxhait, edhe t'y mëqosh mua në një tuf me lule. Edhe ky amanet ka sjell mua. Që je sot me mua në studio. Shpresoj Zotin që inshallah t'i gjesh. T'i gjej. Por dua të pyes, Mehmeti nuk solli një jetë fëmijë, më them. Mehmeti nuk solli. U martua me zonjën, ja dini emrin? Rutullka. Rutullka. Quhet nusja e Mehmetit, e cila le të themi gjysmë shqiptare, nga nëna apo babai? Nga nënën e kishte turke, baban shqiptar. Nënën turke, babai shqiptar, që u njoh me xhaxhain tuaj Mehmetin, u martuan, jetuan bashk derisa Mehmeti u largua nga kjo jetë, por nuk sollën një jetë fëmijë dhe kanë jetuar në Ankara. I përsëris këto i dashur ta film me shpresën që çdo shqiptar nëpërmjet kanalit tonë në YouTube që mund të na ndjeki dhe jeton në Turqi, mund të na ndihmojë për të gjetur pikërisht le të themi kushërinë e tu të parë. Inshallah, do Zoti. Por aman ti arrite të mësoje që Aliu me Xhemalin, Aliu që jetonte në Stamboll dhe Xhemali në Izmir, edhe ata u martuan dhe sollën një jetë fëmijë. Edhe ato sollën. Do na i tregosh çfarë informacione të tjera di zoti Tafil për kushërinë e tu në Stamboll dhe në Izmir, por më lejo të kaloj në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish bashk live.
Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit dashur miq, ku sot në studio kam të ftuar 68 vjeçari nga Laçi Tafil Çela, i cili po më rrëfen historinë e 3 xhaxhallarëve të tij që u larguan në vitin 1910 nga Shqipëria drejt Turqisë, mbajtën kontakte deri në vitin 1978, përpara 48 vite, pas vdekjes së xhaxhait Mehmetit u shkëputën dhe kontaktet. Ndërkohë, ky 68 vjeçar kërkon kushurinë e tij të parë. I dashur Tafil, atëre Aliu jetonte në Stamboll. Ali Turan, Xhemal Turan, mbiemri tyre Turan. Por ju mbiemrin e keni ndryshuar, ju në Shqipëri? Kanë ndryshuar atje në Turqi, Çela e kanë pas. Pra, familja juaj mban mbiemrin Çela. Kurse 3 vëllezërit, Mehmeti, Aliu dhe Xhemali, kur shkuan në Turqi, ndryshuan dhe mbiemrin. Ndryshuan dhe mbiemrin. Dhe bën Turan. Turan. Pra, në shtetin turk, le të themi pasardhësit e tyre kanë mbiemrin Turan. Çfarë ju kishte treguar Mehmeti babai tuaj për Aliun dhe Xhemalin? Tregonte që bëjnë jetë shumë të mirë. Aliu ka marrë shkollën edhe punon në general ushtrie në Stamboll, edhe Xhemali është shumë mirë. Aliu kishte 4 fëmijë, 2 çuna dhe 2 vajza, kurse Xhemali kishte 1 djalë e vajzë. Pra, Aliu kishte 4 fëmijë. 4 fëmijë, po? 2 çuna, 2 vajza, kurse Xhemali 1 vajzë e 1 djalë. Pra, ti ke plot 6 i bie. 6. 5 çuna xhaxhallarësh dhe i bie sa 3 vajza xhaxhallarësh, sepse 4 fëmijë solli Aliu, 2 djem dhe 2 vajza, dhe Xhemali solli 1 vajzë dhe 1 djalë. Po për emrat e tyre arritët të mësoni diçka? Nuk arritën. Asgjë. I dashur Tafil, momenti që ti u lidhe me një person që vajti në ambasadën tonë, që përfaqësuesi tanë diplomatik në Turqi. Profesori Ilir Tufa. Po, dhe i kërkove ndihmë. Edhe Qa viti bëhet fjalë? Për vitin 95. Në 95. Dhe ti i kërkove ndihmë. Unë i qova profesori Ilirit gazetën turke. Se në atë kohë nuk ishte fotokopje që të masha unë fotokopjet gazetës. E qartë. Nuk ishin ndarë fotokopjet. Edhe ja qova originalin gazetën, qova fotografitë originale, qova dhe letrat që më kishte quar mu Xhaxhai Mehmeti, këtë ja qova Ilirit. Dhe qëfar arriti të zbulon? Iliri dërgoj korrier turk atje ke shtëpia dhe thamë tash nuk jeton ma. Se ju kishit një adres. Kishim një adres dhe regjia do na ndihmoj me ata adresën që zoti Tafil e ruan me fanatizëm në dosjen, ke marrë dhe dosjen sot me vete, dhe ke një letër, do ma japër se shumë interesante ajo letër, një letër shumë e vjetër. Kjo është letër shumë e vjetër. Një letër që ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitin 1991 me sa pash, nga një kushurira juaj që të ka vajza e dajës babit. Që të ka ndihmuar që të lidheshe me kushurinjt në Turqi. Ka ndihmuar që të lidhem me kushurinjt për të lidhur me kushërinjt në përmjet kësaj, që ishte edhe kjo në Turqi, i shoh që ishte që Armand Duka, presidenti i futbollit Ankaras. E qartë, pra, le të themi një pjesë e mirë e familjes tuaj ishte larguar nga Shqipëria, kush ishte vendosur në Turqi, kush në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani kjo është adresa ish ministrit Mehmet Akif Jani Turan. Mehmet Akif Jani Turan. Jani Turan. Është pikërisht adresa, ja e kemi emrin, Mehmet Akif Jani Turan, është adresa Ankara, Turqi, ku jepet dhe numri sakt lagja ku ndodhet. Por kur vajti korrieri, po më thuaj turk, për të bërë një kontroll të kjo adres, nuk e gjeti. Nuk e gjeti 2-3 herë thot ka ndru shtëpi, sigur kishte ndru shtëpi. Nusja e ti, sigurisht, a i kishte ndruar jetë që në 78-ën, dhe nusja mund t'i ishte larguar dhe ndoshta mund t'a kishte shitur dhe atë banes, nuk e dim. Por për xhaxhallarët e tjerë nuk bëre dot një kërkim nga... Tani, kjo kushërira vajza e dajës babit, më dha këtë adresën e Servetos, që e kam këtu në dosje, Servetos, që të ndihmonte Serveti, kishte njohur atje në Turqi, edhe kishte komunikime me këto shqiptarët që jetonin në Turqi në ato vite. Që jetonin në Turqi. Edhe kam këtu këtë adresën. Arrite do të bësh kjo lidhje? Edhe shkëmbeva një letër unë me, sa ishte
gjallë, Po. edhe më thonë, a i jep të dhëna që Aliu është në Stamboll, Gjemali është në Izmir. Në Izmir. Pra, kishin vazhduar jetesën aty. I dashur Tafil, sipas llogarive, xhallarët kanë ndruar jetë. Edhe kushurinë, pra flasin për fëmijët e Aliu dhe Gjemalit, duhet jenë të mëdhenj në moshë. Ato do t'jenë 90 vjeç, i thonë. Që i bie ndoshta dhe 80, kushurinë 90. mund t'je larguar nga kjo jetë. Se baba juaj ishte më i vogli. Ju jeni 68 vjeç, jeni ju fëmija më i vogël i Islamit. Imagjino se sa vjeç mund t'jenë ata. Por gjithsesi dhe ata mund të kenë krijuar familje dhe kanë fëmijë dhe ti kërkon që ju t'i njini gjakun rënjtë tuaj që vazhdojnë të jetojnë atje në Stamboll, ku një pjesë, një degë asaj pemës familjare u zhvendos fatkeqësisht dhe vazhdoi jetën në Turqi. Nëse do të ndiqni, nëse unë jam e sigurt që shqiptarët e lindur në Turqi sa herë kanë thënë që jemi shqiptarë dhe janë bërë me shqiptarë dhe kanë treguar historinë. Ndoshta dhe ata kërkojnë rrënjët biologjike. Më ka ndodhur me një shtetas turk i cili kërkonte, u fut në një lidhje direkte me emisionin Pa Gjurmë dhe kërkonte rrënjët e tij në Shqipëri dhe kërkonte të zbulonte familjen. Edhe me thënë drejtën tani që po e kujtoj nga Mamurra si nga Laçi i kërkonte edhe ai. Du të hapi mirë këtë dosje, mos të bëhet surprizë. Kam pasur një doktor turk nga Stambolli, Klaudia më ndihmo, se jemi live dhe tani më kujtua e gjithë kjo histori. Një doktor turk nga Stambolli ka hyrë në transmetim live me Pa Gjurmë, i cili kërkonte rrënjët biologjike të gjyshit të tij. Dhe bësh fjalë për zonën Mamurras Laç. Por duhet verifikuar kjo gjë, por e thash që edhe ata mund të kërkojnë. Nëse do të dëgjoni, çfarë do të thoshe? Do t'ju them që unë kam amanet nga baba im, që të njihemi, të bashkohemi, pas i lloj interesi, vetëm për dashuri e për mall, vetëm për dashuri, nuk kemi nevojë për asnjë gjë, vetëm dashuri e mall. O Zot, o baba mondi, na ndihmosh. Amin, amin o Zot. Unë jam Bektashi se Sali Dede është daja i babit tim. E kuptova. E kuptova që familja juaj i përket pikërisht Fes Bektashane. Edhe unë asaj feje i përkas, nga zona e Skraparit gjithë Bektashin janë. Por gjithsesi edhe Zoti një është për të pitim gjithë. unë e kam bodyguard i Baba Mondit. Baba Mondit. Mirë, Zoti Tafil, unë të falenderoj që të pata në studio, ne e prezantuam për të parë këtë histori, do të vazhdojmë kërkimet tona, uroj të na ndihmojnë njerëzit në këtë histori dhe të përshëndes. Të lumt goja, edhe unë falenderoj me zemër, me shpirt, stafin e Televizionit Report TV dhe gazetaren Nën Tereze. Jo, unë thjetë. Jo, po që së shkjo, të lutem, mos më vendosë në siklet. Dhe ti e Nën Tereze, që bashkon zemrat e gjithë shqiptarëve dhe po mundohesh me mishe me shpirt. Të falenderoj, sinqerisht Tafil. Mirë, kemi ardhur në fund, sepse përveç atij obeni që ti prezantove, ne kemi dhe një tjetër këshill mjekësori që është prostatoli, që ndihmon për prostatën tek meshkujt. Ndiqni prostatolin dashur miq, bashkë mirupafshim dhe takohemi nesër.